Në qytetin e lashtë dhe të lavdishëm të Damaskut, kopshtet e të cilit ishin të njohura në mbar botën dhe tregjet e zhumshme ishin plot me mrekulli të huaja, jetonte tregtari Benezar. Ai nuk ishte thjesht përallësisht i pasur, por jashtëzakonisht i mençur, i ndeshëm në mënyrë të patmet dhe respektohej sinqerisht nga të gjithë qytetarët. Pranë tij lulëzonte gruaja e tij besnike, mirësia e zemrës së së cilës ishte po aq e pakufishme sa edhe bukuria e saj e habitshme. Shtëpia e tyre e ndritshme mbetej gjithmonë një kube plot, e mbushur me të qeshura, rehati dhe respekt të ndërsjell. Megjithatë, pasuria kryesore e kësaj familjeje të lumtur nuk konsideroheshin as pak parat. Dashuria e tyre ishte një mal po aq i rrallë dhe i çmuar sa mëndafshi dhe erzat që silnin karvanët e tij. Por, ndryshe nga ato, ajo nuk shitej për asnjë arë të botës. Lumturia e tyre e pakufishme arriti lartësi të papara, kur pas vitesh të gjata pritje torturuese, erdhi në jetë djali dhe trashëgimtari i shumë pritur, të cilin prindrit e lumtur e quajtën Said. Një gëzim i madh mbushi menjëherë shtëpinë e tyre. Benezari i ngazëlyer organizoi menjëherë një festë jashtëzakonisht madhështore, duke qerrasur bujarisht gjithë qytetin e lavdishëm, nga perëndimi i dielit deri në axhim. Megjithatë, ngjarja më e rëndësishme ndodhi në natën e thellë të lindjes së foshnjës. Kur argëtimi i zhurmshëm u qetësua plotësisht dhe qytetarët ranë në gjumë, në shtëpinë e qetë u shfaq pa u vënë re një mysafire e fshehtë. Ajo nuk ishte një grua e thjeshtë e vdekshme, por një zanë e mirë, një mbrojtëse e vjetër dhe e fuqishme e nënës së Saidit. Ajo rrëshqiti krejtësisht pa zhurmë në dhomën e ndriquar zbeht, ku fëmia flinte paqësisht. E panjohura u përkul me ëmbëlsi mbi djepin e gdhëndur për t'i dhënë djalit dhuratën e saj të paçmuar. Dhe në orën kur bota e njerëzve flinte, bota e magjisë qëndronte zgjuar për të lënë vullën e saj në fatin e të porsalindurit. Duke u përkullur mbi djep, Zana nuk i dhuroi foshnjës as forcë të madhe, as pasuri. Ajo nxori me kujdes një bilbil të vogël argjendi të punuar me mjeshtëri, që i ngjante një pike të ngrirë të dritës së hënës, dhe ja vari me dashurinë e qafën e djalit që flinte në një fije mëndafshi. Pastaj, ajo tha profecinë e saj me një zë të qetë, por të qartë. Le të jetë ky bilbil gjithmonë me ty, fëmijë. Ai do të heshtë në ditët e tua të gëzimit dhe të pasurisë së paparë. Por mbaj mend, në atë orë kur gjithçka të duket e humbur dhe shpresa e fundit të shuhet, fërshëlën atë dhe ndihma do të vijë. Ajo nuk i dha atij një armë për betejë, por një qelës për më të errëtin e bulgjive, burgun e dëshpërimit. Dhe ky qelës duhej të priste kohën e tij për shumë vite të gjata. Me këto fjalë, Zana misterioze u zhduk po aq qetë sa edhe u shfaq. Pa kohë pas lindjes së djalit, nëna e Saidit vdes papritur, duke lënë pas burrin e dërmuar nga hidhrimi dhe foshnjën e vogël. Benezari, i cili humbi gruan e tij të dashur, ja jep djalit plotësisht gjithë dashurinë e tij të pakufishme. Ai e rrit atë krejtësisht i vetëm, duke e rrethuar me një kujdes të thellë dhe duke u përpjekur dëshpërimisht t'i zëvendësojë atij nënën. Për të tërhequr vëmendjen e tij dhe të fëmijës nga trishtimi i rënd, babai tregon djalit për orë të tëra rreth udhëtimeve të tij të vjetra, për shkretirën e pafundme, për karvanët e pasur që i ngjanin anijeve lundruese, për qytetet e largëta dhe detet e kaltra. Saidi rritet duke i dëgjuar me lakmi këto histori të mrekullueshme, dhe zemra e tij e re mbushet gradualisht me ëndrrën e guximshme
që një ditë ta shohë këtë botë të madhe dhe të bukur me sytë e tij. Kështu, nga tregimet e babait, të thurura nga trishtimi i qetë dhe kujtimet, lindi ëndra e madhe e djalit, e thurur nga shpresa dhe e ardhmja. Kaluan shumë vite të gjata. Saidi u rit dhe u bë një djalosh i pashëm, i zgjuar dhe fisnik. Një ditë, ai shkoi te babai i tij tashmë shumë i moshuar për një bisedë shumë të rëndësishme. Ai nuk shkoi tek ai si një fëmijë që kërkon leje me ndrojtje, por si një fajkua i ri, i gatshëm ta braktisë me guxim folen e lindjes dhe të hap krahët e tij të fortë. Saidi tha me respekt të thellë: "Atë, ajo ëndër e bukur që mbole në zemrën time pranë vatrës son, është rritur plej kohësh. Tani jam plotësisht i gatshëm për udhëtimin tim të parë të madh tregtar." Ai theksoi me vendosmëri se dëshiron jo të shumëfishoj pasurinë e tyre të madhe, por të shohë me sytë e tij atë botë të pafundme për të cilën ka dëgjuar kaq shumë. Djaloshi dëshironte sinqerisht të provonte se ai është në çdo gjë i denj për baban e tij të mençur. Benexari, duke dëgjuar djalin e tij, shihte qartë veten e tij në rininë e largët tek ai. Zemra e tij e dashur po mbushej me një krenari të madhe dhe me një frikë djegëse për të lëshuar fëmijën e tij të vetëm në një rrugë kaq të rrezikshme. Por plaku i mençur e kuptonte se nuk mund ta mbante djaloshin për gjithmonë. Ai vendosi me vendosmëri të përgatiste për djalin karvanin më të mirë që kishte parë ndonjëherë. Damasku i lavdishëm. Filloi një përgatitje madhështore. Tregtari blinte bujarisht deve të qëndrueshme, zgjidhte me kujdes mallrat më të shtrenjta, mëndafshet më të rralla, shpatat e Damaskut dhe erëzat e çmuara. Për një mbrojtje të besueshme, ai punsoi një tokë të madhe të shërbëtorëve më besnik dhe rojave jashtëzakonisht me përvojë, në mënyrë që ata ta mbronin pa u lodhur djalin e tij në rrugën e gjatë. Dhe tregtari i vjetër investoi në këtë karvan jo vetëm gjithë pasurinë e tij, por edhe gjithë zemrën e tij të dridhur, dhe çdo deng me mëndafsh ai e lidhte me shiritin e padukshëm të lutjes së zjarrt atërore. Erdhi dita e shumë plitur e nisjes. Në portat e larta të qytetit u shpalos një skenë prekse lamtumire. Babai po qafoi me butësi djalin e tij dhe nxoli me kujdes bilbilin e vogël të argjend në fijen e mëndafshit. "Nena jote e la këtë për ty", tha Benexari në heshtje. "Unë nuk e di fare fuqinë e tij, por ajo më tha ta ruaj. Le të ruaj ai ty me siguri në udhëtim." Me këto fjalë, babai i vjetër ja vuri me kujdes bilbilin Saidit në qafë. Djaloshi, plot krenari dhe lumturi të ndritshme, u ndal me besim në krye të karvanit dhe dha urdhër me zë të lartë që të niseshin. Ai doli me guxim nga portat e Damaskut drejt fatit të tij të panjohur. Dhe ai po largohej nga qyteti i tij i lindjes, duke marrë me vete bekimin e babait dhe sekretin e nënës, që flinte në heshtje në bilbilin e argjend në gjoksin e tij. Fillimi i udhëtimit të gjatë po kalon me një mbarsi të rrallë. Karvani i madh lëviz ngadalë dhe me madhështi në përshkretëtirën e pafundme ranore. Rrotull shtrihen duna të mrekullueshme të arta, jashtëzakonisht të ngjashme me valë të mëdha të ngrira. Gjatë ditës, udhëtarët shoqërohen nga dieli verbues i jugut, ndërsa gjatë natës i mbulon qieli i ftohtë i mbushur dendur me yje vexulluese, të ndritshëm si diamantet më të pastra. Saidi i ri është plotësisht i lumtur. Ai është absolutisht i mbushur me shpresa të ndritshme dhe pritshmëri të gëzueshme. Djaloshi për herë të parë ndihet me të vërtetë si një tregtar i vërtet dhe si padron i plot i fatit të tij.
A i e udhëheq me siguri të pabesueshme karvanin e tij të rënd larg përpara, duke ndëruar vazhdimisht për një tregti përallësisht fitimprurëse dhe një rikthim të shpejt triumfal. Dhe shkretira, e cila për shumë kënd ishte sinonim i vdekjes, për të ishte rruga e jetës, dhe çdo duni duke atij si një shkallë që të çon drejt suksesit. Papritur, në mes të një dite të nxehtë dhe krejtësisht të qetë, heshtjen e vdekjes të shkretirës e qau një bërit me egër nga fyti. Në kreshtat e dunave të larta të rërës, sikur drejt për drejt nga toka, u shfaq një togë e madhe grabitësish mizor. Ata ishin beduin të egër, mbi kuaj të shpejt si era e jugut. Me ulërima shurdhuese dhe fshëllima depërtuese, ata u lëshuan si një ortek drejt karvanit të pasur. Një stuhi vdekjeprurëse njerëzish rambi udhëtarët. Filloi një përleshje e shkurtër, por e tërbuar dhe krejtësisht e pabarabartë. Rojat besnike të Benexarit u përpoqën dëshpërimisht të zmbrapsnin sulmuesit, por armiqtë e egër ishin tepër të shumtë. Përreth mbretëroi menjëherë një kaos i përgjakshëm i një betejë të pamëshirshme. Kudo dëgjohej tringëllima e shpatave të rënda të lakuara. Qeliku tringëllinte, rrënkimet e tmerrshme të njerëzve të plagosur dëgjoheshin me zë të lartë, dhe vete trembura u lrinin çmendurisht. Stuhia mizore fshiu çdo shpresë për shpëtim. Kështu, në një çast, heshtja e shkretëtirës shpërtheu nga britmat, dhe ari i rërës u ngjyros në një ngjyrë të kuqe gjaku. Përleshja e përgjakshme përfundon shpejt, pasi forcat dolën të ishin shumë të pabarabarta. Shumica e shërbëtorëve besnik dhe erojave të punësuara, në një panik të egër, shpërndahen me shpejtësi nëpër shkretëtirën e pafundme, duke shpëtuar dëshpërimisht jetën e tyre. Grabicit mizor plaçkitin pa mëshirë karvanin e pasur, duke shqyer me lakmi dengjet e rënda me mëndafshe të ralla dhe duke hapur brutalisht sëndukët me erza të çmuara. Vetë Saidin, i cili luftoi me një guxim të pabesueshëm deri në frymën e fundit, e rrëzojnë brutalisht për tokë dhe e lidhin fort. Djaloshi sheh me tmerr se si vepra e gjithë jetës së tij dhe shpresa e fundit e madhe e familjes fisnike shndërrohen menjëherë në një pre të lehtë të banditëve të egër. Ai është kapur rob mizorisht. Ai shtrihe i heshtur mbi rërën e nxehtë, i lidhur dhe i mposhtur, dhe shihte se si ëndra e tij, kaq e ndritshme dhe e afërt, shkërmoqej dhe përzihej me pluhurin nën këmbët e grabicëve. Saidin e lidhur e sjelin me brutalitet në kampin e fshehtë të grabicëve të pamëshirshëm, i cili ishte i fshehur mirë në një gryk të thellë mes shkëmbinjve të lartë e të thiktë. Përreth janë shtrirë në mënyrë të zymt tenda të pista, kudo vërtiten fytyrat e ashpra dhe me mjekër të banditëve të egër, dhe në ajrin e mbytur rënë të rënd një erë mprest tymi dhe mishi të pjekur. Djaloshi i vëren me një tmerr në rritje zakonet mizore të këtij vendi të egër, ku mbretëron e padiskutueshme vetëm forca brutale fizike. Robit të rrahur e hedhin pa mëshirë në një tend të errët për sklevrit. Ai e kupton me një qartësi maksimale se përpara e pret ose skllavëria e rëndë në një treg të largët sklevrish, ose vdekja e pashmangshme dhe e shpejtë. Në gjysmërësirë, ai sheh robrit e tjerë të pafat, absolutisht të thyer, duke qarë me hidhërim dhe duke u lutur dëshpërimisht për mëshirë. Ai përfundoi në një botë ku ligji i vetëm ishte ligji i tehut të mprethët, ndërsa vlera e vetme ari i tjetrit. Kur Saidin e lidhur e qojnë para kreut të grabicëve, ai nuk qanë dhe nuk lutet për mëshirë si robrit e tjerë.
Ai qëndron drejt, me kokën lartë. Saidi shikon prisin mizor, pa fijen e frikës, krejtësisht i qetë dhe me një dinjitet të ftohtë. Në pyetjen e vrazhd, kush je ti? Ai përgjigjet, unë jam Hasani, djali i tregtarit Benezar nga Damasku. Djaloshi e shqipton këtë jo si një lutje të mjerë, por si një konstatim të një fakti të pakundërshtueshëm. Kreu i grabicëve, një njeri i pamëshirshëm, i mësuar prej kohësh me lot dhe me një frikë paniku, mbetet vërtet i befasuar. Ai fillon të respektoj pa dashje këtë rob të patrembur. Banditi sheh para vetes jo një sklav të thyer, por një njeri me gjak fisnik, të barabartë me të në forcën e shpirtit. I zhveshur nga gjithçka, ai nxori kundër armikut thesarin e tij të fundit, nderin e tij. Dhe kjo armë rezultoi kaq e papritur sa e bëri të dridhej madje edhe zemrën e grabicit. Saidi nuk e humbët shpresën. Gjatë ditës, ai kryen me bindje të gjithë punën e pisët që i angarkojnë mbikëqyrësit mixor. Por gjatë gjithë kësaj kohe, djaloshi vëzgon me vëmendje. Ai studion fshehurazi zakonet e grabicëve, kur pinë ata, kur flen, ku qëndron saktësisht roja. Së shpejti, robi vëre një detaj të rëndësishëm. Pas ndarjes së plaçkës, banditët organizojnë gjithmonë një gosti të zhurmshme. Ahengu përfundon vetëm në orët e vona të natës dhe rojat e dehura bëhen shumë më pak vigjilente. Djaloshi vëre se në cilën anë të kampit armik shkëmbinjt janë pak më të ulët dhe ku mund të gjendet një rrugë e fshehtë drejt lirisë së shumëpritur. Në kokën e tij, gradualisht piqet një plan i guximshëm aratisjeje. Trupi i tij ishte në sklavëri, por mendja e tij mbeti krejtësisht e lirë, dhe në heshtjen e robrisë së tij, si një komandant lufte, ai po vizatonte hartën e aratisjes së tij të ardhshme. Më në fund, vjen nata e duhur. Pas një grabitjeje të radhës, grabicit organizojnë një gosti të zhurmshme dhe bie në një gjumë të thellë e të dehur, nga i cili nuk zgjoheshin. Saidi pret me durim natën e thellë. Ai përdor me shkathësi një cifel të mpreth të një shtambe të vjetër, të cilin e kishte fshehur mirë më parë, për të prerë me një kujdes ekstrem litarët e tij ngushtë. Në heshtje, si një hije e patrup, ai rrëshqet pa u vënë re nga tenda e mbytur. Fijon në rruga e rrezikshme përmes kampit në gjumë. Në dritën e zbeth të hënës, djaloshi kalon pa zhurmë mes banditëve që gërhasin me zë të lartë, i kapërcen me kujdes trupat e dehur, duke u përpjekur dëshpërimisht të mos nxjerrë asnjë tingull, duke pasur frikë nga kërcitja tradhtare e gurve. Ai arrin me sukses deri te shkëmbinjt e lartë, e gjen shpejt të qarën e duhur dhe fijon pa frikë një ngjitje të pjerrët drejt lirisë së shumëpritur. Çdo hap i tij ishte një rrezik, çdo tingull një alarm i mundshëm, dhe ai ecste nëpër këtë folje gjarprinsh në gjumë, duke pasur frikë t'i zgjonte ata me frymarrjen e tij. Duke dalë në gryka e zymt, Saidi e gjen veten krejtësisht të vetëm në shkretirën e pafundme dhe të pamëshirshme. Ai nuk ka asnjë pikë ujë, asnjë thëri me ushqim. Fijon një udhtim torturues. Dieli përvolues e djeg pa mëshirë gjatë ditës, ndërsa natën ai zëvendësohet nga një i ftohtë i akullt. Djaloshin e raskapitur e përndjekin vazhdimisht mirazhe mizore. Ai sheh qartë liçene të freskëta dhe oaze me hije, por ato zhduken menjëherë kur ai afrohet i dëshpëruar. I pushtuar nga një vapë e padurueshme dhe nga një etje e egër, ai gjendet në prag të dëshpërimit të plot. Forcat e tij të fundit po shterojnë në mënyrë të pashmangshme. Ai është gati të dorëzohet përfundimisht
dhe të vdes në heshtje. Saidi bie I pafuqishëm mbi rërën përvoluese, duke humbur ngadalë ndjenjat. Ai iku nga robëria njerëzore për të rënë në rob I shkretirës, dhe ky burgosës I ri ishte edhe më I pamëshirshëm, sepse muret e tij ishin horizontet, ndërsa rojat, dielli dhe etja. Kur Saidi pothuajse humbet vetëdijen në shkretëtirën e pamëshirshme përmes perdes së dëshpërimit, ai befas dëgjon një tringëllim të qetë ziliesh. Djaloshi I hap me vështirësi sytë e inflamuar dhe sheh një mirazh shpëtimtar që ishte bërë realitet, një karvan që po I afrohej. Në krye të tij udhton pa ngutur një karvanar I mirë e I vjetër, duke vënë re udhëtarin e pafat e të raskapitur mbi rërën e përvoluar, plakui mencur e mëshirën me sinqeritet atë. Ai zbret nga deveja, I jep Saidit me kujdes të pi ujë jetëdhënës, e ul në deven e tij dhe e merr me mëshirë me vete në rrugën e gjatë. Saidi është shpëtuar nga vdekja e sigurt. Së shpejti ai mëson se ky karvan I pasur e mban rrugën e tij për në qytetin e madh të kalifëve të fuqishëm, Bagdadin e mrekullueshëm. Dhe kur ai ishte gati të dorëzohej, fati që po e sprovonte kaq mizorisht, I zgjati atij dorën e ndihmës në personin e një karvanari të thjeshtë. Karvani mbërri në portat madhështore të Bagdadit, qytetit të madh të kalifit Harun al-Rashid. Para vështrimit të habitur të Saidit, hapet një pamje tronditëse. Minarete larta ngulen në qiell, kupolat e arta shkëlqejnë në mënyrë verbuese dhe paxaret e zhurmshme e jashtëzakonisht të larmishme janë të imbushura me mallra nga e gjithë bota. Djaloshi I rritur në Damaskun e pasur është vërtet I mahnitur nga përmasat e mëdha të kryeqytetit. Megjithatë, në këtë madhështi ai është një I huaj, absolutisht I vetmuar. Ai nuk ka fare as para, as lidhje, as miq, dhe rrobat e tij të shtrenjta janë kthyer prej kohësh në lecka të mjera. Ai e kupton qartë se gjendet në fundin më të thellë, dhe tani atij do t'i duhet ta ndërtojë jetën e tij nga e para. Ai hyri në qytetin e mrekullive si një lypës, I cili në xhepat e tij kishte vetëm pluhurin e shkretirës, ndërsa në zemër krenarin e paraardhësve të tij. I gjendur në rrugë, Saidi refuzon me vendosmëri të kërkojë një lmosh të mirë tek portat e larta të xhamisë kryesore. Krenaria dhe fisnikria e lindur thjesht nuk e lejojnë djaloshin të bjerë kaq poshtë. Ai vendos me vendosmëri ta nisë jetën e tij nga një zero absolute. Në fillim, ai punsohet si një hamal I thjesht në pazarin e zhurmshëm, dhe pastaj bëhet shërbëtori më I ri në shtëpinë e madhe të një fisniku të njohur të Bagdadit. Puna e tij e përditshme është e zezë dhe jashtëzakonisht e rëndë. Ai fshin oborret me zel, mban shtamba të rënda me ujë dhe u shërben me bindje shërbëtorëve më të vjetër. Megjithatë, djaloshi I kryen detyrat e tij në mënyrë të patmet, me një dinjitet të habitshëm dhe pa ankesën më të vogël. Saidi nuk ka fare turp nga puna raskapitëse, duke e kuptuar shumë mirë se kjo është e vetmja rrugë ndeshme për lart. Ai e ndërroi kaftanin e mëndafsht me një pëllhur të ashpër, por qëndrimi I tij mbeti mbretëror, dhe, madje edhe kur fshinte oborin, ai dukej si një princ në mërqim. Së shpejti, pronari I pasur I kësaj shtëpie, një fisnik me ndikim I Bagdadit, e vë re shërbëtorin e pazakont, jashtëzakonisht punëtor. Në fillim, ai sheh ndershmërinë e tij të patmet. Fisniku Said, pa u menduar fare, kthen një qese të rënd me arë, të gjetur rastësisht. Më pas, shfaqet mendja e tij e ndritur.
Djaloshi i talentuar jep një këshill të mencur për çështje të ndërlikuara tregtare, e cila e ndihmon fisnikun të shmangë rënimin e pashmangshëm. Këtu ati i hyn shumë në punë njohuritë e thella, të marra dikur nga babai i mencur. I mahnitur nga arsimimi i shkëlqyer dhe sjelljet e rafinuara të Saidit, pronari i befasuar e afron atë menjëherë plan vetes. Në një kohë çuditërisht të shkurtër, Saidi kalon me shpejtësi rrugën e vështirë, nga një pastrues i thjeshtë obori tek administratori kryesor i gjithë shtëpisë së madhe të fisnikut. Tani ati i besohen plotësisht çelësat e rëndësishëm të thesarit të pasur dhe drejtimi i suksesshëm i të gjitha çështjeve të rëndësishme tregtare. Dhe ari i karakterit të tij, i fshehur në leckat e mjera, së shpejti shkëlqeu kaq fort, sa që ndriçoi atij rrugën nga obori i pluhurosur tek zyra luksoze e pronarit. Lajmi për administratorin e zgjuar, të ndeshëm dhe jashtëzakonisht të aftë, përhapet me shpejtësi në mbar Bagdadin e madh. Së shpejti këto fjalë arrin tek vetë kalifi Harun al-Rashid. Fisniku i njohur, duke qenë sinqerisht krenar për shërbëtorin e tij, e merr atë me vete në palatin luksoz në një pritje solemne. Saidi, i veshur përsëri me rroba të pasura, kalon për herë të parë pragun e rezidencës së sundimtarit më të fuqishëm të lindjes. Kalifi i madh, duke biseduar personalisht me djaloshin e talentuar, gjithashtu mbetet krejtësisht i magjepsur nga mençuria e tij e thellë dhe sjelljet e tij të patmeta. Ai e emëron atë menjëherë në një post shumë të lartë dhe të nderuar në oborin e tij madhështor. Kështu fisniku Said e rimerr plotësisht statusin e tij të dikurshëm. Ai hyri në këtë salë jo si një sklav që kërkon mëshirë, por si një i barabartë që mban me vete kurorën e tij të padukshme prej nderi dhe mendjeje. Duke qenë tani një njeri i besuar i kalifit të madh, Saidi viziton shpesh dhomat e brendshme të palatit luksoz. Një ditë, duke kaluar pranë kopshtit të trëndafilave plot aromë, djaloshi dëgjon një këngë të qetë, jashtëzakonisht të trishtuar. Duke shikuar me kujdes përmes degëve të dendura, ai sheh për herë të parë vajzën e sundimtarit, prinçeshën e bukur Zulejka. Bukuria e saj vërtet i ngjan hënës së plotë të shndritshme, ndërsa sytë tërheqin si liçene të thella. Saidi, i cili deri atëherë mendonte vetëm për t'i kthyer borxhin babait, bie menjëherë në dashuri me shikim të parë. Megjithatë, ai e kupton qartë humnerën e madhe mes tyre. Ai është vetëm një shërbëtor me fat, ndërsa ajo, vajza e paarritshme sundimtarit të fuqishëm të besimtarve. Djaloshi fisnik vendos me vendosmëri ta ruaj përgjithmonë dashurinë e tij të fshehtë në thellësi të shpirtit. Bukuria e saj ngjante një luleje të rrallë, që lulëzon në hijen e mureve të larta të palatit, dhe vetëm një vështrim drejt saj vlente sa të gjitha thezaret e Damaskut, që ai i kishte humbur. Duke e vëzhguar prinçeshën nga larg, i vëmendshmi Said vërën se ajo është gjithmonë e zbeftë, shumë e friksuar dhe pothuajse nuk buzëqesh kurrë. Mendja e tij e mprehtë i sugjeron se këtu fshihet një sekret i zymt. Djaloshi fillon të ndjek fshehurazi jetën e oborit për të kuptuar dhe të rënjosur shkakun e vërtet të trishtimit të saj të thellë. Ai sheh se si rreth vajzës së bukur vërtitet vazhdimisht astrologu kryesor i oborit dhe këshilltari i fshehtë i kalifit, Plaku, Dinaku dhe magjistari i keq Al-Mansur. Zëri i tij i qetë, lajkatar, vështrimi i tij i mprehtë dhe aura e tij e frikshme e magjisë së errët tradhtojnë një hipokrizi të vështirë. Saidi e kupton qartë se ky plak i tmeshëm
ka një pushtet të frikshëm mbi prinçeshën e gjorë. Vetë sundimtari i madh nuk e vërej fare këtë, duke qenë plotësisht i verbuar nga besimi i tij pakufishëm te këshilltari i vjetër. Ai ishte një hije që zvarritej mbi arin e palatit dhe një helm që helmonte pa u vënë re jetën e asaj që kalifi e donte më shumë se gjithçka në botë. Saidi vendos, me vendosmëri ta gjurmoi magjistarin Dinak. Një ditë në orët e vona të natës, ai kalon pa zhurmë tek dritarja e lartë e kullës, ku banon Fshehurazi astrologu. Djaloshi i kujdesshëm përgjon bisedën e fshehtë të plakut me një të dërguar të çuditshëm, me një pamje jashtëzakonisht mizore nga një vend i largët barbar. Duke mbajtur frymën, Saidi mëson me tmerr për një plan të frikshëm dhe tinzar. Magjistari i keq, me ndihmën e magjive të tij të errëta, hipnozës dhe ilaçeve, po thyen gradualisht vullnetin e dobët të prinçeshës. Ai planifikon ta martojë atë me mashtrim me këtë sundimtar barbar, aleatin e tij të fuqishëm e të fshehtë. Qëllimi i tyre përfundimtar është të rrëzojnë kalifin e madh, të pushtojnë fronin e artë të Bagdadit dhe ta sundojnë atë bashkërisht e paundëshkuar. Prinçesha e pafat këtu është vetëm një gur i mjerë në këtë lojë të pistë politike. Kështu, në heshtjen e natës, ai dëgjoi se si po thurej rrjeta e tradhtisë e aftë të mbyste sundimtarin më të madh të lindjes dhe të shkatëronte më të bukurën e vajzave të tij. Plot inat dhe besnikëri, Saidi nxiton menjëherë te kalifi për ta paralajmëruar për komplotin. Por ai e nënvlerësoi dhelprinë e magjistarit. Ai, duke pasur një dëgjim magjik, e kishte parakaluar tashmë djaloshin. Kur Saidi hyn, ke bërsi i bie ndër këmbë sundimtarit dhe gënjen me lot. O sundimtar, ky mendje madh pa origjinë, Saidi është një tradhtar. Ai u përpoq të depërtonte në dhomat e vajzës suaj për ta qëndruar atë, dhe tani shpiku një gënjeshtër për të më nxirr mua. Kalifi, i verbuar nga besimi te këshilltari dhe në një tërbin të egër nga fjorja e supozuar, nuk dëshiron fare të dëgjojë justifikime. Në një çast, Saidi shndërrohet në një kriminal. Atë e kapin brutalisht, e prangosin në zinxhir të rënd dhe e hedhin në burgun më të lagësht, më të errët dhe më të thellë të palatit. Dhe fjalët e së vërtetës u thyen pas mburojës së gënjeshtrave shumë vjeçare, duke e zhndërruar shërbëtorin besnik në një tradhtar të shtetit. Dhe shpërblimi i tij nuk u bë mirënjohja, por tringëllima e zinxhirëve të burgut. Saidi ulet në dëshemen e lagësht prej gurit të burgut më të thellë të Bagdadit. Përreth ka vetëm errësirë, të ftohtë dhe tringëllima zinxhirësh. Djaloshi kujton me hidhrim rrugtimin e tij. Nga një trashëgimtar i pasur në Damask tek një skllav në shkretir, nga një shërbëtor besnik tek një tradhtar i dënuar me vdekje. Atij duket se ky fat mizor po talet me liksime të. Ai humbi përfundimisht të gjitha shpresat, emrin e tij të mirë dhe dashurinë e fshehtë për prinçeshën e bukur, e cila tani ishte e dënuar me një martesë të tmerrshme me një përbindësh. Në mëngjes, atë e pret pashmangshmërisht ekzekutimi në sheshin kryesor të qytetit. Këtë herë nuk ka fare nga të presë shpëtim. Errësira e qelisë ishte vetëm një pasqyrim i errësirës që kishte pushtuar shpirtin e tij. Dhe dukej se në këtë thes zguri ishte varrosur jo vetëm jeta e tij, por edhe vetë drejtësia. Në një hovë të dëshpërimit të thellë, Saidi kapet në mënyrë konvulsive për gjoksi
si kur përpiqet dëshpërimisht të qetësojë një dhimbje të padurueshme shpirtërore. Gishtat e tij që dridhen gjejnë papritur një fije të hollë mëndafshi nën këmishën e tij të pistë dhe të grisur. Djaloshi nxjerr ngadalë bilbilin e vogël të argjend, të nxirr nga koha e pamshirshme dhe nga djersa. Kjo është dhurata e fundit e paçmuar e nënës së tij, të cilën ai nuk e kishte hequr kurrë, edhe kur ishte një sklav pa të drejta në shkretirën përvoluese. Në kujtesën e tij të mjegullt, shfaqen si një reze e ndrojtur drite fjalët e babait të vjetër, i cili kishte ritreguar profecinë e hershme të Zanës. Në orën kur gjithçka të duket e humbur dhe shpresa të mos mbetet më. Saidi e shtrëngon fort bilbilin në dorë. Ky moment i tmerrshëm ka ardhur. Atij me të vërtet nuk i ka mbetur as edhe një shans i vetëm për shpëtim. Ai e preku këto copë metalike të ftohtë, ashtu siç i mbytur i kapet pas një litari të hedhur, duke mos e ditur nëse ai ka forcë të mjaftueshme për ta nxjerrë atë nga humnera. Saidi shkon me vëmendje bilbilin e vogël. Ai nuk beson në bërala dhe në zana. Ai është mësuar të besoj vetëm tek mendja dhe shpata, të cilat tani janë krejtësisht të pafuqishme. Por atij nuk i ka mbetur asgjë tjetër për të humbur. Djaloshi e afron ngadalë bilbilin e argjend tek buzët e tij të thara. Ai mbyll syt, duke kujtuar fytyrën e ëmbël të nënës, të cilën nuk e pa kurrë, dhe i fryn atij, duke vënë në të gjitha forcat që i kishin mbetur. Por në vend të një fshëllime të mprehte të lartë e aftë për të tërhequr vëmendjen e rojeve të burgut, dëgjohet një tingull çuditërisht i qetë, i pastër si kristal dhe melodioz. Ky tingull i ngjan tringëlimës së një zilie të ndritshme argjendi në heshtjen e natës. Ai nuk e vret veshin, por duket sikur depërton përmes mureve të lagësht prej guri, duke u tretur pa lënë gjurmë në ajër. Ky tingull i qetë nuk do të mund të zgjonte rojet që flinin, por ai ishte mjaft i lartë sa për të arritur tek ato forca që nuk u nënshtrohen as mureve, as mbretërve. Sapo tingulli qetëzohet, ndodh një mrekulli e pabesueshme. Në qelinë e errët e të lagësht, ndizet papritur një dritë e butë, e ngrohtë që i ngjan shkëlqimit të agjimit. Prangat e rënda në duart dhe në këmbët e Saidit shkërmoqen në pluhur me një tringëllim të qetë, si balta e thatë. Dera masive prej hekuri e burgut hapet ngadalë vetëm me një kërcitje të lehtë. Saidi shikon jashtë në korridor dhe sheh se rojet që e ruanin atë nuk janë vrarë, por po flen me një gjumë të thellë e paqësor të mbështetur pas mureve. Dhe përmes dritares së ngushtë me hekura nën tavan, ai sheh se si në qielin e zi të natës ndizet një yll i ri e jashtëzakonisht i ndritshëm, një yll udhërrëfies që pulsonte. Zana e mirë e mbajti premtimin e saj. Magjia që fjeti për shumë vite nuk u zgjua me stuhi dhe zjarr, por me një dritë të qetë, e cila doli të ishte më e fortë se çdo hekur dhe se çdo roj në Bagdad. Saidi nuk humbet asnjë sekond. Ai ka përcen në rojet në gjumë dhe del me shpejtësi nga burgu i lagësht. Djaloshi është përsëri i lirë, por zemra e tij nuk njeh fare paqe. Ai e kujton qartë kërcënimin e tmerrshëm që qëndronte mbi prinqeshën e bukur Zulejka. Saidi ngre kokën dhe sheh illin e ndritshëm udhërfies. Ai ndriçon atij në mënyrë magjike përmes galerive të hapura prej gurit të pallatit të madh. Ylli nuk qëndron në vend. Ai lëviz ngadalë në përqelin e natës, duke i treguar me siguri rrugën e duhur. Saidi, pa zhurmë, si një hije e lehtë, i bindet dhe ndjek rrezën e tij të argjend nëpër korridoret në gjumë,
absolutisht të shkreta dhe në përoboret e brendshme të hapura. A i shkoj pas zjarit qiellor jo si një i aratisur që kërkon shpëtim në errësirë, por si një gjuetar që i shkon pas gjurmës së padrejtësisë më të madhe në këtë kështjel të madhe. Ylli udhërofje së qonë me siguri Saidi në qoshen më të largët, më të braktisur të kopsit të palatit, të një porte vjetër e haruar prej kohësh. Atje, në errësirën e thellë, a i sheh qartë një karrocë të mbuluar, të tërhequr nga kuaj jashtëzakonisht të shpejtë. Magjistarit i Nizar al-Mansur i mbështjell ngushtë me një mantel të errët dhe disa nga shërbëtorët e tij të egër, të armatosur deri në dhëmb, po e tërheqin me forcë brutale drejt karrocës, prinçeshën Zulejka, e cila qan me hidhrim dhe kundërshton dëshprimisht. Plaku i keq fërshëllen me likësi ndaj saj, duke e urdhëruar me mixori që të hesht menjëherë. A i po nxitur me panik të largoj robreshën nga Bagdadi në gjumë para agjimit të parë. Saidi e kupton me një qartësi maksimale se koha tani matet me momente. Nëse prinçesha e gjorë përfundon në karrocë, ajo do të bëhet përgjithmonë një robresh pa të drejta e barbarëve mixor. Dhe illi që e soli ato këtu, u ndal pikërisht mbi karrocën e zezë, duke ndriçuar jo vetëm rrugën drejt shpëtimit, por edhe sekretin më të pisët, të thurur brenda mureve të këtij palati. Saidi, i cili nuk ka as shpatë dhe as kam, del me shpejtësi nga hija e dendur e pemëve të vjetra me një thirrje të lartë lufte. A i sulmon pa frikë shërbëtorët e egër të magjistarit. Kjo nuk është një betejë të barabartësh, por një përleshje e dëshpëruar, e një djaloshi absolutisht të paarmatosur kundër mercenarëve të armatosur. Saidi e përdor në mënyrë të shkëlqyer shkatësinë e tij të pabesueshme. A i shmang me mjeshtëri tehet e mprehta, i arrëzon armën e rëndë nga duart një kepbërsi dhe e rrëzon me forcë për tokë tjetrin. A i vepron jo për të vrarë, por për ta shkëputur prinçeshën që qanë dhe për të bërë më shumë zhurmë. Djaloshi bërtet me zë të lartë. Roja, tek porta, trafti! Magjistari i keq, në panik, përpiqet me ethe të thot një magji të errët, por Saidi që po i afrohet, nuk e lejon fare të përqendrohet. Duart e tij të zbathura dhe tërbimi i dëshpëruar u bën në këtë moment mburoja dhe shpata, pas të cilave thyhej si qeliku i mercenarëve, ashtu edhe magjia e zezë e magjistarit. Xurma e betejës së dëshpëruar dhe britmat e larta të Saidit nuk shkojnë dëm. Përmes kopshtit me pishtar të ndritshëm, vrapojnë me shpejtësi rojet e tërhequra. Dhe pas tyre nxiton kalifi zgjuar Harun al-Rashid me suitën e tij. Ata vrapojnë drejt portës dhe shohin një pamje vërtet tronditse. Prinçeshën e lidhur që qanë dhe magjistarin e zbehtë e të hutuar. Dhe Saidin e rrahur në leckat e bulgut, i cili po mbani vetëm pa frikë shëptorët e armatosur, duke mbrojtur Zulejkën e gjorë. Fjalët e reme nuk janë më fare të nevojshme. Gjithçka është jashtëzakonisht e qartë pa shpjegime. Kjo sken flet vet. Gënjeshtra e kepbërsit, e thurur kaq me mjeshtëri gjatë ditës, u shkërmoq menjëherë në pluhur në ndritën e ndritshme të pishtarëve të natës. Dhe drita e pishtarëve, që i kapi nga errësira fytyrat e kriminalëve, doli të ishte më e tmerrshme se çdo tehë shpate, sepse ajo e dogji atë velot të gënjeshtrës, pas së cilës ata ishin fshehur për kaq gjatë. Kalifi i madh, duke kuptuar gjithë tmerrinë e papërshkrueshëm të asaj, që përpaksa nuk ishte ndodhur, dhe duke ndërgjegjësuar plotësisht verbërinë e tij të mëparshme, zemërohet jashtëzakonisht. Zëri i tij i tmerrshëm gjëmon me fuqi në heshtjen e natës.
Sundimtari u jep menjëherë një urdhër të rrept rojeve të tij besnike. Magjistari Tinzar al-Mansur dhe bashkëpunëtorët e tij mizor prangosen pa vonesë në të njëjtët zinxhir të rënd, në të cilët pak më parë kishte qëndruar padrejtësisht fisniku Said. Këmbëbërësit i hedhin me turp në burgun më të errët, më të lagësht e më të thellë të palatit të madh, ku ata do të kalojnë pjesën tjetër të ditëve të tyre të mjera në pritjen e rëndë të gjykimit përfundimtar. E keqja është ndëshkuar plotësisht. Kështu burgu, që duhej të fshihte të vërtetën, u bë shtëpia e përjetshme e gënjeshtrës, dhe zinxhirët, të përgatitur për të pafajshmin, u mbyllën në duart e tradhtarëve. Kur kriminalët i largojnë, kalifi i afrohet Saidit. Sundimtari i fuqishëm i lindjes, pa patur fare turp nga obortarët e tij fisnikë, e përqafon me lot në sy djaloshin e rrahur në lecka. Ai kërkon falje me sinqeritet për verbërinë e tij, për faktin që u besoi shpifjeve të liga dhe e dënoi padrejtësisht atë që doli të ishte shërptori i tij më besnik. Kalifi e kupton qartë se fisniku Said jo vetëm që e shpëtoi vajzën e tij, por edhe parandaloi një grusht shteti të tmerrshëm. Duke parë se si Saidi dhe prinçesha Zulejka shikohen me dashuri me njëri tjetrin, sundimtari e bekon me gëzim bashkimin e tyre, duke e shpallur solemnisht djaloshin dhëndrinë e tij. Falja e tij ishte më e vlefshme se çdo titull, dhe lotët e tij më të pastër se gjithë diamantet në thesar, sepse në atë qast ai nuk ishte një kalif i madh, por thjesht një baba milnjohës. Saidi, duke marrë pasuri të papara, nderime të mëdha dhe dashurinë e prinçeshës së bukur, gjëja e parë që kujton është ai, i cili e pret në besnikëri në Damaskun e largët. Ai pais menjëherë karvanin më të pasur e jashtëzakonisht të shpejt për të sjellë baban e tij të vjetër, të mençurin Benezar, në Bagdadin e mrekullueshëm. Së shpejti në palatin e kalifit ndodh një skenë vërtet e thellë e prekse e takimit të tyre të shumë pritur. Babai, i plakur shumë nga trishtimi i hidhur dhe vitet e gjata të panjohurës së frikshme, nuk u beson fare syve të tij. Ai nuk e sheh djalin e tij të dashur si një skllav të mjerë apo si një endaxhak pa të drejta, por si një fisnik të pashëm e me pushtet, të rrethuar nga një nderim i thellë dhe që ishte bërë dhëndri i 10 sundimtarit. Benezari qan me hidhrim nga lumturia e ndritshme, duke e përqafuar fort Saidin. Lutjet e tij të gjata të ngjehta dhe pritjet torturuese shpërblehen plotësisht. Dhe lotët, që rokulisëshin në përfaqet e rrudhura të plakut, lanë gjithë dhimbjen e viteve të kaluara, duke lënë vetëm arinë e pastër e të shkëlqyeshëm të lumturisë absolute. Familja e lumtur e Saidit ribashkohet në Bagdadin e mrekullueshëm. Së shpejti ata bëjnë martesën më madhështore që ka parë ndonjëherë lindja. Fisniku Said merr për grua prinçeshën e bukur Zulejka. Ai bëhet këshilltari i parë i kalifit. Djaloshi qeveris me mençuri, me ndëshmëri dhe me drejtësi, duke mos e harruar rrugën e vështirë nga një sklav në shkretëtir në një fisnik në palat. Dhe bilbili i vogël i argjënt që varej në gjoksin e tij, duke e përmbushur qëllimin e tij dhe duke i shpëtuar jetën atij, hesht për gjithmonë. Ai nuk është më fare i nevojshëm. Tani, jeta e heroit është plot me dritë, me dashuri dhe me lumturi, të cilën ai nuk e meritoi me magji, por me nder të pathyeshëm, me guxim dhe me dinjitet. Dhe zëri i argjënt i mrekullisë ja la vendin përgjithmonë lumturisë së thjeshtë njerëzore, duke dëshmuar se magjia më e fortë në botë është një zemër e pastër dhe një vullnet i palkundur.